Erdha këtu ke kjo lagja këtu, tu kaloj çdo ditë. Edhe ke parasysh ti nga ato videot që bëj unë, edhe që i nxjerr në Facebook. Edhe doli ky komuniteti këtu, këti pallatit këtu. Ky pallati kanë që më tha mua, hajt këtu, të pyes për diçka. Ai thash unë ju e dini që unë për njerëzit vdesin kam dashuri. E po më tregonte një rast se si është halli i komunitetit. Kanë dy halle këta si komunitet. E thash shumë mirë, unë thjesht mund t'ja u bëj video, ta postoj atje në Facebook dhe kaq duam edhe neve prej. Ne do mundohemi të vëmë puzzle-n ton, sa mundemi, jo duke dëmtuar vetë. Kurse me makinë hynë ande shpron private që hynë, por faktikisht duhet të... Po... Piks aty. Kjo është shpron private, por faktikisht duhet të hynë nga një linjë, ja prit një sekond. Aty në cep të pallatit, do t'ja u tregojmë, aty është projekti. Juve e dini se si bëhen projekte dhe se si dorëzohen. Si tha i tha, këtu kishim një palestër tha në projekt, tha, prandaj blevën shtëpinë. Pas i blevën shtëpinë, palestra nuk ishte dhe doli pallati. Ja ku jam këtu me dy banorë të këtij pallatit. Me Artanin. Artani është iniciatori. Por dhe Mujo e ke emrin. Mujo, u kënaqa shumë. Mujo është administratori. Ka dhe të tjerë, po do t'i njoftojmë në grup. O Artan. Po mirë mo, a nuk je i kënaqur me gjithë këtë pronën në mes të vendit gati, ke Spitali Amerikan 3, shtëpi të re, të larta i shikoj unë. Qa nuk shkon më, qa nuk shkon përse janë koheni? Si mund t'jemi kënaqur unë kur s'kam rrugë ty në shtëpi me makinë. Kam garazh dhe garazh s'kam. Kam lulishte, edhe aty është një lulishte, më falë për shprehjen epidemi. Ja. Po epidemi është. Po mos egzageron. Po nuk po egzagerova, urdhë filmoja. Lulishte epidemi nuk ka, o është lulishte ose është kosh flerash. Projekti fillestar i këtyre 3 pallateve, ose më saktë 4, se njësë është ndërtuar, është që hapësira midis pallateve do t'jetë me lulishte. Por pushim për komunitetin, për banorët. Tashti, në qoftë se ti shikon atje, stola, pemë, qoftë se këtu mund të shikosh ti e prezentove lulishte. Po unë kjo është naturale. Bravo, naturale. Hajde shikoj e ti. Ja ku erë dhe i banorë tjetër i pallatit. A e mirë. Si duke? Por do tashti. Në qoftë se ti shikon stola këtu, e shikon si park, atëherë unë të rriqëm. Ja më kjo bëhet fjalë më. Njerëz, kjo është, se tani, kjo është si pas projektit duhet jetë lulishte. Projekti fillestar është do lidhet, kjo sheshi këtu, ma të sheshin atje dhe këtu sipër do t'jetë stola, park që të pushojnë në natonat. Ku e pe projektin? Po e kena projektin. Aty ke firma? Po firmës kërkojnë, jo bashkisë. Por bashkia është se e ka marrë në dorëzim të shumë. E ka marrë në dorëzim? Po atështja janë hipotekuar. Okej, në rregull. Çfarë thot bashkia? Keni kontaktuar me bashkinë? Do vim dhe zvin. Ja ku ke, urdhë. Tashtja është lulishte kjo. Është lulishte kjo. Urdhë, pra, shikoj lulishtën. Po këtu shumë plera, më. Shikoj pra tashtja. Po këtu është braktisur. Ta bëjmë bisedën drejt, Arta. Urdhë, drejt po flas dhon. Në një farmase do thonë ata po mirë, tani ata këto plera nuk erdhen nga jashtë. Banorët i kanë erdhur. Fatkeqësia më e madhe këtu është se këtu janë dhënë të gjitha janë dhënë me qira. Edhe duke dhënë me qira tashti ata i hedhin ai. Ai shikoj totën ata nga hedhai. Pra ti persekuton ata me qira. Ato nuk erdhën, ato nuk. Jo mund të hedhë unë. Po të them, ato këto nuk erdhën, nuk i solli Zoti. Po pra këto janë po tashti duke qenë vendi kështu 4 orë, i thona neve, ai ç'do bëhet tash? Ai gjesh shesh aty po pshesh. Plera gjën plera, të ke parasysh. Plera gjën plera. Po mirë, hajse banorët hodhën bidonat, po ferrën atje. Banori solli. Atë pemën se solli banori. Si zgjesh ferrat atje? Do shikosh aty më than. Sa më pëlqen revolta jote. Po jo, nuk është revolt kjo, po kjo është e gjithë banorëve, nuk është e imja, e gjithë banorëve. Po kjo ka shumë rrezik për jetën. Po kemi bërë vetë. E keni bërë ju vetë? Po këtu është shkolla, mund të bijnë fëmijë tashti. Jo. Duhet bëhet i tragjedi që të marrin masa. Po më thanë mua që dikush ishte rënë këtu. Po ka rënë një grua këtu lart. Jo. Po tani Tashti këtu vin kalamajt e shkollës, vërdo, shive se ke, këtë disa cigare. Kjo është çështja e gropës. Shive vin cigare, vin duan. Do lozin fëmijët e shtyur, ja. Kur do marr masa? Një sekond, Artan. Na duhet e dikush merr masa, na duhet edhe neve të bëhemi pjesë. Se kjo për shembull këtu është pjesë e punës sanitares që bën pastrimin e pallat. Ora ngeli duke ashtu, hajde nesër para ditës së ditë shkolle, shif sa fëmijë pinduan këtu. Tani biseda bëhet për këtë. Do ta zëm neve, juve keni bërë kërkesë më përpara. Po. E çfarë ju kanë thënë?
Para se më hypoteku pallatet, thoshte nuk është përgjegjësia jone se ka marrë bashkia. E ka firma. Tash ti të gjitha këto janë të hipotekuara tash. Të gjithë kanë marrë pronën. Një përgjigje të fundit, kush ka qenë e bashkisë lidhur me këtë? Jena ndjeni. Jena në ndjeni. Shumë mirë. Po juve duhet të çoni një shkresë tjetër e të thoni çfarë. Po kshu jeni të hapësira që duam ne kena bërë shumë kërkesa. Një ndër kërkesat ka bërë ai zotëria atje ku ai mësuese. Po. Ai ka bërë kërkesë. Ky ka bërë kërkesë. Atë numrin e çështjes që ju japin, ai ke kërkuar përsëri çfarë faze është kërkesa? Tash çfarë përgjigje kanë? Ajo është gjë teknike e lam. Çka çfarë dua të pyesë? Ta zem. Bashkia thot, haj se unë po mundohem, ose do ta shtyjmë neve, do ta detyrojmë neve. Po në qoftë se neve bëjmë politik tani pra, më kupton. Ne kupton politikën? Më thuaj, po thuaj. Ore nuk e di politikën, ne kemi zgjidhje. Më thuaj, bravo. Pra politika është kjo, se kur ne ti themi bashkisë, po mirë, ja ku kemi këtë shqetësim, ne e dim që ka kosto, edhe ne marrim përsipër një 10% të kostës së saj. Juve si banor, Po dakord do jena. Paraprakisht dakord do. Po ti e thua çorret ato sy. Po kush ai banor që nuk do të sistemohet? Ke pa bëjmë politikë dhe e marrim bashkinë kështu, anash, ore të vjerë dha. Ore ne kena ka dhe mund ta detyrojmë. Po kështu. Ja kam afruar në bashkisë, ne do paguajmë neve mjetin, vetëm atë na sill një punonjës policie që ne mos kena konflikt. Ai ke thënë, Po ore s'kan ardhur. Bravo, shumë mirë, kjo më pëlqen. Po tjetër tani kur thuaj këtë rruga, s'kemi rrugën, tregoj rrugën. Rruga është çështja e dytë. Ajo është më kryesorja. Po ndalemi pak këtu. Po ndalemi pak që ta bëjmë pak shtëruse sa të mundemi, e ke parasysh. Tani juve thoni që kjo është janë 2 kate, është 2 kate parkim, po të shikosh katët, shiko ku janë, ai kati poshtë është garazh, dhe ky kati këtu është garazh. Kjo pjesa këtu do lidhet me pallatin e Verdhë. Po, edhe vazhdon e gjitha nga pallati i Verdhë deri në fund të pronës ata. Me beton, bëhet beton dhe kjo pjesë hapësirës, ku shkelin neve do të jetë rrugë komunikimi për me dalë te rruga. Atje edhe do të jetë shesh pushimi për me pushu banorët. Po ç'është dilni ke rruga ju vetëm? Po nga dalim ne tash. Ha një do ti, vazhdo bëj hapin e parë se po vim mbrapa. Kaloti. Shko të pyesun. Ti thuaj që këtu është si tip epidemie, sëmundje, pislliqe. Po gënjej. Në gënjej më thuaj. Po jo, dakord. Po çështja është që juve keni pyetur këta autoritetet e shëndetësisë, çfarë janë këta, të vinë ata të bëjnë një vlerësim, se mos ndoshta nuk është në atë gjendje. Ne për këtë situatë që është policia e din, bashkia e di. Po e din më të dy, tash unë nuk di tash shkoj tash unë te shëndetësia. Te shëndetësia unë shkoj kur ti jam i smur për vete. Bravo. Një moment, e bëjmë bisedë, jo që ta dish, mundohu që ne me këtë intervistë që po bëjmë, me këtë çështje që po ndjekim, ne mësojmë. Pra, kjo është vërtet pislik, thuaj ti. Po mos duhet në një institucion shtetëror. Ora, ndjen arom ti tash. Po tani ka rënë shi, duket kënd. Po unë ndjej arom. Hajde ulu pak më poshtë, hajde tregoj më poshtë, do të zbres poshtë. Hajde poshtë. Hajde poshtë. Sigurisht është epidemi, ti që të besosh. Kemi të bëjmë me prona në Tiranë. Hajde poshtë. Hajde që të bin ty se si është prona. Urdhë poshtë. Hajde poshtë. Mirë sepse kur çdo pronë ka probleme. Mos e fik kamerën. Hajde poshtë. Hajde poshtë. Kemi atë shokun që Hajde këtu. Hajde këtu. Edhe hajde më tregoti mua tash ti nga do hyj në garazh. Hajde me mua. Hajde më këtu ta shikojmë. Tu jemi në pronë, Tu jemi pronë, minus 1. Garazh disa kushton këtu po të vi ndonjëri ta ble. Pa lek i ke për momentin. Pa lek për momentin. Zvekush. Ja, ore 2 garazh të kam unë nuk hyj dot. 2 garazh të kam unë nuk hyj dot. Shkallët e keni mirë, me mermeri keni. Po shkallët po unë du të hyj te prona. Ti do të shkosh ke prona jote. Hajde Olti, hajde. Ti the nuk ndjej, nuk në asgjë. Urdhë, hajde tash ti. Ai shkon në kapi. Hajde këtu tash. Hajde këtu. Hajde këtu tash. Komos janë veturinat Olti. Urdhë epidemin. Ja, po. Hajde djali. Do vi, ka ardhur gjelbërimi der këte. Po, a theti pra, ti thesh kështu, urdhë. Shumë keq. Jo keq, po ja, unë kam garazh këtu, sy dot. Po nga duhet të yshte? Ja, ta tregoj dhe hyrën e garazhit. Shumë keq, vjen e keq. Hajde këtu. Tu vjen e fajec një na shoqë. Hajde kalojmë nga këtë se këtë, hajde kalojmë këtë që ta shikoj këtë djali më fiks. Hajde këtu djali. Hajde këtu. Këtu vjen ka edhe erë dhe jashtëqitje. Kush vjen dhitet këthe më burrë? Po tash ti jashtëqitje tash ti janë kalpur këto gjëra këtu, këto ferra, ja, urdhos janë. Urdhë. Ja ku është ajo hyrja, po prit. Po amre ja ku ke hyrjen, garazh. Hajde tash ti. O kjo nuk lidhet me atë sipër, a? Po hajde pra tash ti.
Hajde tash, a thash unë, ne kena problem rrugën. Duhet iki me vrap se vjen erë shumë e keqe njerëz. Po, ti the nuk asgjë. Ajo është. Hajde pra, hajde ti kalojmë këtej, se s'kaloj dot aty, se ka jashtëqitje. Hajde mundohet të kalojmë këtej. Po çfarë juve sikur keni shkarkime të ujrave këtu është aka. O zotri, po ky pallat e ka marrë në përgjithësi bashkia tash. Ore ma fut ti mu makinë pastrimit këtu. Ma gjej rrugën ti, hajde. Kujdes aty. Avash, hajde këtej djali. Me kujdes solti. Hajde këtej. Se kështu e kanë këto punën të operatorit. Gjij vrima dhe Urdhë. Tash ti a thash që kam garazh s'fus dot makinën, s'kam rrugë. Urdhë, ma gjej rrugën. Ma gjej rrugën. Po si e keni marrë çfarë? Ja ku e keni. Juve kur ai s'ka bërë atë. Hajde djali, tash shikoj ky djali. Gjej ma rrugën tim. Ma gjej rrugën mu, ja ku e kam rrugën. Me kujdes solti. Pra këtu i bie të hysh ti, Patjetër në garazh. Ma gjej rrugën ti tash. Po pse nuk lidhet me ato tjetrën kjo? Ashtu e ka bërë projekti. Zotri, tash ti, të thash pak më përpara. Ja më për këto bëhet fjalë, ai shikoj. Për këto ferat bëhet fjalë, plerat atje, këto duhen hequr thotë. Thon banorët. Këtu janë ja 40-50 sa familje mund të bëheni juve që keni këta. Ja shumë familje. Familje këtu mund të bëhen rreth 70 familje pa biznes. Po, që keni këtë hall. Po, janë të gjitha ky kompleks është i legalizuar. Po, është gjithë kanë certifikatat e pronësisë. Hajde ta vemi atje sipër ta bëjmë mbylljen e lulishtes. Keq shumë keq është. E sa kohë vajtet juve me këtë gjendje? Sa kena neve? Që kur i kena blerë? Kur e keni blerë? Korona ka filluar këtu që i kanë filluar shite, për shkakun unë jam që në 2012. Unë, banorë tjerë kanë më përpara, që 2010, 2009. 2009 ka dalë leja këtu. Tu në 2009 është dhënë ka filluar ndërtimi. 2012. O muj. Pas keni 10 vjet. Hajde shive pak këtu se njëri nga këta kolektor të shkarkimit pallatit tuaj është i bllokuar, rrjedh ujë. Hajde shikoje. Hajde këtu, me qenë se hyra poshtë. Hajde këtu. Hajde këtu të ramba, -2. -2. Te shkalla ime ku futa unë po. Hajde këtu. Hajde këtu se janë të bllokuara. Aty ka mundësi është ai tubi blu. Jo, mirë që e pash. Duke si me presion, sa jo sikur rrjet. Ujë pishëm. Ujë pishëm është po si me presion. Ujë pishëm e ka kjo zonja këtu. Si me presion. Ikime. Dalim si për... Tashti shive si është e gracia këtu, lakështira. A i thonë e grasi juve. Ordo si është. Po që se nuk kryohet rruga që të hynë mjetet, që ta marrin banorët, që dhe banorët është da i fjale që 80% jenë dakord, atër nga të hynë banorët. Ja më kuj ke garazh dhe të bosh. Me ma në regull, dakord, do përpiqen e juve tani që ta detyroni bashkin të punoj. Po duhet vi bashkia pa të bëj hapën e pashë. Po bashkia vi nuk e kërkuar juve, ose s'vim bashkia të pyesë. Po kena bërë kërkesa dhe bashkime. Po duhet ta t'i thoni, ta kujtoni se ka harruar. Po ta si unë zorrit me në me shkresa për ditë. Bravo. Sa dhe ne jena në punë. E tha. E nxori. Ky është problemi kryesor. Bravo, sa bukur. Si ma thua edhe njëri në punë. Unë s'do bëj shkresa për ditë, si. Ai në punë. Po jam punë. Sot erdhe ditë pushimi, sot është ditë zëri. Është në punë, prisë do të kthej përgjigje se u vlen që të gjithëve. Mira njerëzve u vlen kjo. Po prita se unë jam në punë, thot ai, unë do merrem me këtë punë. Ti je në punë, zotëri, kjo është prona jote. Ju duhet juve si komunitet që në kohën e lirë të organizojeni 10 minuta në javë. Si t'ja bëjmë kësaj? Ti e ke nisur. Vjen edhe muaj o 2. Ore, po të kishte ky kompleks, të 3 kompleks, kishin administrator, saktor nga bashkia, nuk u merr një me ty, unë isha me administratorin. Po nuk po e merr kush më përsipër. Kush e cakton? E caktoni juve si komunitet të administratorin. Mbledhuni trashë. Po kush është ai që merr përsipër këtë situatë? Se merr asnjë përsipër. Ore, gradualisht me çfarë situatë? Çfarë thy betës të sha ujit i betës? Shoh mbyllë rubinetin atje se ka ujë i pishëm. Ore, do të rregulloj. Llogje. Ky bluja këtu rrjedh nuk futja që si. Ja u ke të qarë aty lart. Çfarë ke? Ja u ke lart. Se mos nuk na del material. Ky betës, futu te beta atje mbyllet -1. A do ikim a? Kjo, do dalim, jo do ikim. A është kalagështike, çfarë priti të vit ta rregulloj bashkia, edhe ti vetëm ta shesësh. Ta pronë stand e rritet vlera bashkia ti. Jo, nuk po kërkoj nga bashkia. Më hap mundësinë që të futet unë. Më fal. Ore zotri, nga do ju ustaj, nga do sill materiale. Më në rregull, dakor. Ti thu, unë nuk po pres nga bashkia, ma jep akses mu rrugë që të vi ustaj, kjo qëndron. Që sjell veglat të punoj, të vëj një shkallë. Kjo qëndron. Ore, ja sjell veglat ti, se po e riparoj unë sot. Nuk ka. Ma sjell pra, më gjej rrugën pra, unë rrugë po kërkoj. Të keqen e bëm bisedën tamam. Unë rrugë po kërkoj.
Shiko më çfarë bëhet këtu. Njerëz, kënaquni, prona. Ja ku e ke, prona, mes Tiranës. Pa fund në Tiranë që janë kështu djerë, pleka s'merret vesh. Garazhe pa lek. Garazhe pa lek thotë që sot në Tiranë industria, fitimi më i madh është të kesh një vend parkim garazh se sa të kesh një lingot ari. Kurdo, gjej një makinë këtu të parkuar. Ma gjej. Po do të rregulluar pra. Po gjej pra një parkim pra, po ne po them para ashtë. Ju keni 12. O zotri, un kam 2 garazhe këtu. Mit. 2 garazhe ke? Po, atë tek. Po kur e morët atë certifikatën e pronësisë? Ne kena marrë po bëjmë 1 vit. Po. Kemi 1 vit, ky është në proces legalizimi. Kush është ky? Po pallatet janë legalizuar. Po janë legalizuar, e keni marrë dokumentin. Po kam dokumentin, posedoj dokumentin. Kur do të tregoj un garazhin? Na i trego aty si. Ja ku e kam garazhin, jena fak. Un kam garazh këtu. Ja ta posedoj, ta shikoj edhe ky djali. Tu e ke? Po. Po këtu vjen edhe keqe shumë por edhe na morën me qaf na morën, na kapute në mes. Urdhë, lexoje ti, a thot garazh tu? Aty është shumë fiks garazh dash. Urdhë, a thot garazh? Po, garazh. Urdhë zotri, shikoj e thot. Garazh thot, ja ku e ke, garazh. Garazh, shikoj është pa te në fund, se ju e shqiptoni me te. Garazh, urdhë, garazh. Urdhë, njëra pronë. Kam dhe pronën tjetër, apartament, shpinë. Po garazhi i ri djerë. Atë, ku ta fus makinën këtu? Garazhi i ri djerë, pa shfrytëzuar. Tash ti, një pronë që ka marrë për sipër bashkia dhe këtu investim shojmë. Ore bashkia nuk do investoj ke prona jote, bashkia ka punë atje. Po atje pra po kërkoj garazhin, nuk investoj garazhin. Unë po kërkoj rrugën. Ç'më kënaqe, do ta bëjmë bisedën të qartë. Tani ne jemi ke lulishtja, e ashtu quajtur lulishte. Po kjo është lulishte e bekuar nga Zoti. Ti ikim o ti olti sipër se u mbytëm nga është një herë e keqe këtu, ka shumë të drejtë Artani, këtu është një herë shumë e keqe, nuk duroj dot. Po mos mbyllet dera këtu, vjen gjithë aromat vjen lart. Jo. Po një aromë e padëshirueshme. Ajo është Hadi t'jallë mbyll derën. Hajde të tregoj projektin e hyrjes por në garazh. Po. Me qenë se që ta bëjmë në 2 ndarje, ata pritje sa kohë më shiko mua. Pra ky është problemi i parë, që këtu 60 deri në 80 familjar kanë shqetësimin kryesor, jo kryesor, dytësor. Kanë lulishten, e cila do të ishte lulishte, se ne ecim siç shkruhet në letër, po ajo është një grop e madhe plerash, pra duhet një farë zgjidhje duan për bashkisë dhe banorët deri diku me orientimin tim qytetar ranë dakord që në momentin që ndryjmë bashkia aty, këta mund të paguajnë 10% të vlerës, 20% të kostos, pra bëhen bashkëfinancues, pra e kanë nivelin, ndërgjegjen, përgjegjësinë, nuk presin me duar në xhep pa bashkinë. Pra thonë, okay, dakord, ne dimë që bashkia ka shumë punë, ka halle, thonë. Edhe ne kemi halle dhe tërë paguajnë këta 10-20%. E parasysh nuk është pak kjo. Ky është halli i dytë. Tani jemi ke halli i parë dhe kryesor. Siç thon këta, do ta shikojmë. Siç thon banorët, jo këta. zura dia. A më rvek ata më zhduk thash. A di çfarë bëjnë ata? Ja, shikoj njëri dhe një si pallati i ri, ka lezet. Kjo për me këtu të shtëpia të brendshme. Riparime gjëra. Çfarë morë tjerë sot? Por e mora një këtu në lagje, ma gjeti met. Urdhë. Tani do të themi këta. Po. Shumë mirë jemi, shumë mirë, mos e trego kështu, se kështu do vinë njerëzit të investojnë, po tregove qiellin ti, se të gjithë janë, juve s'keni probleme në gjitur pallatet. Jo, fare. Jeni yll fare. Këtu jemi ka halli i parë është vend kalimi, duhet kalojnë që ande. Këtu është një njësi biznesi, edhe sipas Artanit,
banorët kalojnë këtu në pronë private, Është provizore. hajtë këtu Olti. Shikoj, kalojnë këtu në Kjo është kalim provizor nga halli, i thona neve. Po nga duhet kalonit juve? Ja ta tregoj vlla jot. Ja një sekund t'ja themi Oltit, ti. Ja kalojnë këtu në pronë private që ja ku është hyrja. Që shkojnë 40 familjarë shkojnë sipër, për kalojnë në pronë private. Tash ti, zotëria në fjalë ka pronën ka të vetën. Për momentin është treguar bujar se ka parë dhe prona këtu nuk ka akses për shembull, se nga që është pa zhvilluar, se po ta mbyll murin këtu ai, atë ç'të bëjnë banorët, nga të hyjnë. S'keni nga kaloni, po. Këtu ka kufizimin e murit ai. Pra këtu e ka murin. Po, banorët faktikisht hyrjen e kanë këtu, se këtu do të ishte shesh. Është ai fjala. Kishin hyrjen këtu. Këtu hyrja pallatit është këtu, se do të jetë shesh kjo. Qytetar do të jetë park me stola me gjëra. Pra e kuptuat mesazhin. Pra Kjo është hyrje provizore. Provizore. Kalojnë Nesër ai po ta mbylli ai, banorët do kalojnë në qiell, po do të kalojnë me shkallë. Nëse ky e mbyll, është gjë e mirë sepse trashet biseda dhe vinë autoritetet me njëherë rregullojnë këtë. Atë nuk e di unë për autoritetet, unë po flas faktin. Ajo aty, e kuptoni çfarë bëhet, shikoni, tani kemi hallin kryesor. Halli më kryesor është. Ta shikoj, ky është hall. A bravo, na I thuaj Se ta po të zgjidhet ky halli këtu që do të tregoj tani, zgjidhet çdo gjë. Atëre jeni të kënaqur. Atëre, kjo prona këtu ka pronar, ku janë mjetët. Kjo prona këtu ka pronar. Momenti që ai do mbyll portën atje, pronari ekzistues, këtu nuk është një, janë 4 5, nuk e di sa. I vë gardhin ai. I vë gardhin. Edhe ju jeni deri këtu është pronë publike. Të vi një zjarr. Të vi një zjarr fikse nga të hy. Se ti e pe rrugën ekzistues, ai është hyrja. Aty ku hyrën kam. S'ka nga kalon. Nga do kaloj. Atëre, rrugën projekt, më fali sekond. Për çfarë do thot ai? Ha? Ndodhi një aksident dhe me zy hyrë ambulancë. Jo. Po, erdhi mas 20 minutash. Ndodhi një vdekje këtu dhe erdhi. Po nëse ata përgjigjen se mos jeni vetëm juve kështu është gjithë Tirana. Ti si do t'i përgjigjesh? Dëgjoj, se bëj pyetje. Ama kthej një përgjigje të bukur atë. Atëherë, nëse Tirana është siç jetojmë neve këtu, atëherë nuk kërkojmë në gjë as asnjë lloj drejte. Nëse Tirana është siç jetojmë neve këtu, atëherë nuk I kërkojmë asnjë gjë as bashkisë as autoriteteve tjera. Goditi bukur, goditi më pëlqeu. Ai këtu ku është halli tjetër? Halli ja, kjo është rruga. Rruga hyrës dhe dalës për me hyrë në garazh, është ajo që ekziston atje. Ajo ferra e madhe. Ferra, pema. Projekt, ne flasim me projekte, pastaj për tjera ti dini vetë. Unë t'jap letrat e projektit. Aj më Olti. Pra. Problemi kryesor banorët këtu kanë kjo quhet rrugë kalimi. Dhe nëse do e krijoni pak idenë këtu del direkt ke karburanti aty Alpe, direkt në rrugë kryesore, ke rruga e Kavajës. Po ky është shqetësimi kryesor që kanë banorët, pra duhet të ketë rrugën që të kalojnë makinat. Në momentin që ka rrugën që kalojnë makinat, atëherë edhe garazhi I zotërisë I Artanit bëhet I vlefshëm. Por po u hap ajo rrugë, ndyshoj që rregullohet edhe pjesa e Lulishës. Artani e ka shumë të rëndësishme atë. Artan, se erdhe aty, u mërzite? Po çfarë tregoj më, boll tregoj. Artan. E di si është një citat, kam një citat unë, se me këto problemet. Në të rajo, vere atë. Një citat është kështu. Çdo ditë, nga pak, vazhdimisht, pa u lodhur, pavarësisht rezultatit. Pra, këto janë gjëra që nuk bëhen sikur porosim kaka. Ku e ke atë praktikën t'ja tregonim, të bënim në një video, atë praktikën që theti kemi dërguar shkresa, në kanë kthyer përgjigje. Janë ato. Gjitha janë protokolluara. Po, pra ato mblidhin në një vend, edhe kush do t'i mbajë nga juve, se keni çështje këtë. Unë do t'ju asistoj sa mundem. Por aman, jo sa mundem, edhe sa jeni juve. Tash ti sot erdhe, ti po I kërkon të gjitha në qast. Unë tash ti. Momentin më të parë, që do kontaktojmë ata, do të marrë zotrin fjalë që ka bërë, që një person të shkojë nga neve, do të lejmë gjithë punën. Po sigurisht. Ka shkuar të zyra autoritetit përkatës që ishte I KMT-ja. E ka bërë një ankesë. E ka protokolluar. Momentin më të parë që takoj zotrin sa është dhe e diel sot. Ta marr ta dërgoj ty me WhatsApp. Mos u mërzit. Nuk të kërkoj tani, janë si detyra. Pra unë merrem me çështje, kjo quhet çështje që ti do shtysh hallin tënd si komunitet. E kupton?
Hallin tuaj. Po, nuk është halli im, është halli për bashkët. Po pra, pa man ti e përfaqësues, si ti më dole atje në rruga, më the. Tu. Ore, unë dola nga halli, valla, se ta është shpirti më i thundës. Momenti bukur. Tash ti jetojmë në Tiranë me sferrave. Po mirë, po. Ore ja, po gënjeun, shisa ke ferrën. Po pra, po do ta bëjmë neve. Po ferra po një moment nuk të vjen bashkia ashtu që sim, duhet ne, pra fillon nga poshtë lart. Në rregull pra. Po nëse ti ke ndonjë njeri të njohur, ke partia, pastaj fillon nga lart poshtë. Vetëm atë punë nuk merrem. Në partitë nuk merrem. Jo, ka njerëz që fillojnë nga lart, sepse kanë pushtet. Tani juve për sa kohë jeni në këtë gjendje do thotë që s'keni ndonjë të njohur randaj. Jo. Bravo. Unë të njohur kam vetëm komshit të që njoh. Pra, hapi para është emrat e familjarëve se do t'i futim në grup. Familjarët duhet të njihen me 3 fjalë që çfarë u bë sot. Që dikush ka harxuar kohën. E dyta është shkresat që të kesh ti njeri që ti mbaj, edhe një kopje ti ke mund. Dhe e treta, do takohemi për të vazhduar hapat pas hapi. Dakord jemi? Dakord jam. Do ulemi aty të na hapësh një kafe. Patjetër. Apo ke propozim tjetër? Po tash ti të vish të shtëpia jon, të halli jon, mos të japim as kafe atëre. Kafja e dytë që nxjerr lek nga xhepi Artani. Për interes komunitar, ju e dini që për interes komunitar të gjithë thonë ç'më duhet mua. Le ta gjejnë ata, si të bëhet për të gjithë. Nuk del nga territori pa pirë kafe. Jo se ka shumica që do tani unë do paguaj thotë. Ti faleminderit nga ana jote që erdhe këtu. Jo, ore shumë mirë, unë i bëj me qejf këto gjëra. Ti shumë faleminderit. Kur të jemi në faza të tjera flasim, do ikim ta pim kafe. Ky është hall emergjent, nuk është hall çipret. Tash ti larg qoftë inshallah s'na ndodh një fatkeqësi tjetër siç vdiq gruaja tjetër, edhe s'kishte nga të hyte ambulanca. Pra më ty nga kjo prona private, ai është i detyruar ta hapi rrugën. Ore m'fal më zotror, ai ka pronë private ka të vetën. Ja e mbyllim, e mbylli ka të vetën. Mundot ta kuptosh. Nëse ai ambulancës, ai do ta them. Ore zotri, po të them edhe herë. Këtu nuk është një pronar toke. Ore siç ka mbyllur ky, këtu e mbyll dhe ai atje. Është me gardh, me gardh. Merre mund me këtë gjë. Ka gardh. Merre mund me këtë gjëra. Ai tata ambulancës vjen në mënyrë të beftë. Por nëse ai ndez alarmin që unë do kalon, ai kalon në pronë private dhe si kërcet fare. Po mirë më valla, këtu tash ai smuri nuk pyet se ku do smuret. Vjen 12 natës se gjetën mbyllur, çfarë të bëj? Jo, aty ke drejt. Ik ambulanca kthehet mbrapsht, s'ka rrugë. Jo, s'mundet ambulanca. Kthehet ambulanca ose rrin në vend, thot nuk ka rrugë, thot. Kam rastisur unë ambulanca nuk bën, shumica e ambulancave nuk bëjnë detyrë. Nuk kam rastisur aty. Jo, erdhi ambulanca, un po të them, ka pengesë, mbyll me portën. Ore do ta hapi me patjetër, pa një pa dy orë. Po e hap shoferi, po te kur ta hap shoferi, derisa vi qelsi, vdiqë smuri. Po, në këtë gjë ka të drejtë. Pra ai ka të mbyllë dhe sa të vija ai është duke pirë kafe. Sa bukur që më tha, u kënaqa. Dy çështje, kur tha? Do t'i presim ato aty, kur ti jetë në YouTube do të dërgoj linkun dhe mbetemi në kontakt. Okej. Çfarë djali që je. Hajde pim kafe. Të partim që keni falas edhe ankoheni, hepo. Ne kena garant të fare të parkimit. E kupton edhe këto. Dëgjona. Do i ka vendosur Artani për të kuptuar se kam qef këto çështje komunitare. Ja ta tregoj punën e këtyre. Ja ta tregoj punën. Do i ka vendosur Artani, ka zhuar kohë dhe lek nga xhepi vet dhe ndërkohë thonë e dim familjarët. Ore do të shkruaj atje kush është donatori. Sa le kanë kushtuar? Ore nuk do të hy kësaj. Para se me vu hekrat këtu nuk kishte vënë ajo vetrata. Edhe vjen qellova rastisht duke folur në telefon dhe vjen një makinë e tillë tip Foristrade. Hyn direkt aty. Edhe si qyshin banorët. E po më shikonte mua i tha. Atë sa mu, erdhi këtu, ai ishte këtu. I thash futu, edhe po e shoqërosha unë. Unë të kë shoqëruar atje dhe erdhi deri në fund. Edhe po apo të mu kështu. Futu thash se e ke më thellë thash. Bravo. I thash po këtu është për njerëz edhe valla nuk është për kafshë thash. Ja u e ke vend atje sa duash. Atëherë nga halli, nga që këtu poshtë është solet. Çdo peshë se kjo është llogaritur që trim banorët, jo 3 mjetra. Po solet është, këtu jemi mbi solet. U detyrova vura këto hekra këtu me iniciativën time. Që edhe ai tjetri që s'merr vesh pak në di se ka i gardh. Edhe I vum këtu që mos na hyn banorët siç e shikon. Po ti ka vum dhe targat. Ti kaq pa punë ishe sa u morë me këtë gjë. Nuk isha pa punë, po ishte detyruar ishte hallsëm vish atje un kam dyqanin. I detyruar. Po ai tjetër ka dyqanin, ka biznesin, ai ky hall ka qenë për familjarët e tij, po mirë më rregull, nuk I hyra atyre gjërave. Më fali sekond. Ai vjen atje, jo, ai bravo mua. Më fali sekond ose të them diçka që është më kryesorja. Më kryesorja. Po bie shi kanë shim brëndak. Vjen ai nga shefi. 10-12 natës, thot sa ti bëj kuc me palët atje ta le para dyqanit ty këtu. Ti vjen nesër me atë dyqanin. Çfarë do shikosh, makinën atë shesësh. Prandaj u vun hekrat. Tani sa kohë harxove ti këtë? Për 5 minuta e bëra diçka të tillë. Jo. Dgjoj. Investim komunitar, I kam qepën këto gjëra, se janë gjëra që s'duket. Ja ta them unë. Mora profilet I mora te ky zotria përballë. Fola me një komshi që ja di për nder që ishte I plak I vjetër Salvator.
Edhe unë hapa vrimat, ai saldovëm. Na ka mbajtur rreth Dëgjoj. 4 ditë. 4 ditë. 4 ditë me kohë, jo kot plot. Kot pjesë. Jo kot Se ishte në punë ai. 4 ditë. Por Thuj ama- 2 ditë plota. 2 ditë plota. 2 ditë të plota. Pra Se nga 5.000 lekë që kushton një ditë. U hapën vrimat, a shef se kena futur Ja, heka shikoj. ato që mos i thyen. Është punë për komunitetin ore që se kuptoni juve, thoni jam çarberi. Ja u e ka. Ky zotria ka targë, dhe ai që se shikon. Këto hekurat i gjithë të falas. I bleva mua, për A, i file. bleve. Ku ka E sa gjë lek- falas? Sa lekë i ke nxjerr prej xhepit? Po tash nuk e di, një profil ishte diku të 16.000 lekë vjetra. Një profil. Aha. U blen këto hekrat e ndërtimit, bëhet Nuk e sa di sa shufra. lekë ka nxjerr. Më kënaqja. Ja, mund të kenë shkuar, ja, mos sa eksagjerojmë, pas kanë shkuar 200.000 lekë vjetra. Aq. I ke nxjerr 200 euro prej xhepit, a? Po 200.000 lekë më përsa ai salatori ja ka humbur ditën e Po punës. sigurisht. Është ditë pune, ka salator pa 50.000 lekë sot s'ka. Po. Po pra 2 ditë pune, sigur vi 100.000 lekë do ai, 100.000 lekë materiale. Materiale. Po shgoxha punë në komunitet po ta vesh re, shgoxha punë. Unë vdes për këto gjëra. Tani këtij duheshe Artanit se ka familjar që i rëmbejnë puna, kapitalizmi kështu është, vendos një tabel. Kura përpara pallatit u sponsorizuan nga Artan. Jo, rem po se shkruaj fare kat. Jo, Është për komunitetin, e kam për detyrë. Jo, se kësi ke për E kam për detyrë. për detyrë 2 ditë punë, edhe Po shumë s'ka edhe gjë. 200 Po euro. këtu jetojmë, Po këtu jo, jetojmë. mohabet elektrori. Po jo, Ja. Në qoftë se juve nesër do Ja, kishit- zotri, ja fakti, hajde këtu Fakti, pak atje. fakti. Ja fakti që hyn makinat. Urdhë, këtë plak nuk e thyn banorët. Po makinat. Po pra, hypshi makinat do të rru vum betonët. Ja, po janë thyrë, është bërë dëm, ja plakë Po thyrë, ja betonat plakë ku i thyrë. gjet ato? Ha? U blenë valla me lek. I bleve. Po, I ka bleve edhe betona. po ha ma gjejmë pa lek atë. Po ato rrugëve janë në shaka. Po mirë ma gjejmë unë 20 jap unë lek. Thash. Po ato kanë kosto ta Po me angreje pra. ngret transport. Ha angreje se kështu je i mirë fizikisht ti. Ah, edhe ti këtu banona. Va po sote. Ama, Si dukesh? Artani punk. Unë sa vitet një ofon. Ah. Bra Artani aty më zuri rrugën, më kanaqe. E shikon, Artani trenk mua Është i qytetar i zë. përgjithshëm. Po duhet ta mbështesni kur Po bëhet Landi, një njoftim. nuk do të bëj, do të ngrej vetëm tani zërin, do ta ngrejmë zërin Jo, gjithë. jo, këta të mbështesin, se ka disa mundet Pa disa tjetër, s'munden. pa tjetër. Po unë ta thash Ka pa do më hapi parë. grupin e do shikojmë aksionin. Çka ke bërë? Ish, Mirë ide janë. Mirë. Ha? Mirë. Ka lezet. E. E kështu. Tash do pim kafe. Po, do ta pim kafen. Hajde pim kafe. Po të dhe pime, është dhe. Në kap dytë. Ja atje është hapur, sot e diele vëlla, dhe sot mishin na kapi. Në katë dytë, akoma më mirë, në katë dytë kafja. Të kolonja. Fike si të duash. Te kolonja, te Është kolonja. ai Lidio që na i bën atë fike, që na i bën montimin. Mirë, hajtë, kalofë të mirë. Hajde, Ike. Holland, hajde. Kam sa fatura për të paguar. Hajde s'ka fatura sot.